Rreshqet e shiut gjatë 2 ditëve të fundit kanë krijuar probleme në disa prej rrugëve rurale të bashkisë Kukës, ndërsa bashkia njofton se të gjitha akset janë të kalueshme. Drejtori i emergjencave civile, Lardrim Demnushi, konfirmon se ka pasur bllokime dhe dëmtime në infrastrukturën rrugore, si dhe rrëshqitje të derave dhe inerteve në disa zona. Në bashkinë Kukës, gjithë akset janë të kalueshme, përjashtu një segment të rrugës në fshatin Tejdeni, që lidhet me qendrën e njësisë, si rezultati i shembjes një masivi i Shkëmbovë, është bllokuar rruga përkohësisht. Fadromat e drejtorisë rurale po punojnë aktualisht në këtë segment. Rruga e Ninqës në njësinë administrative Topojan, për shkak të rënies inerteve në rrugë dhe gurve, po punohet për lirimin e saj, ndërsa në njësinë administrative Zapod, të vendi quajtur Projzi, si rezultati i punëve të shumta të projit, janë grumbulluar një sasi e madhe inertesh që po punohet për rehabilitim. Në njësinë Arën, rruga nga fshati Surrey ose njësia administrative Surrey drejt qafës Kombit që lidh njësinë Arën me njësinë administrative Surrey është e bllokuar për shkak të rënies gurve dhe inerteve në rrugë, ndërsa gjithë njësitë e tjera administrative ka dëmtime të pjesshme në rrugë si rezultati i vërshimit të ujërave si në Bushtric, Bicaj, Malzi, Surrey, Shtiqen, Grikçaj dhe Tërthore. Aktualisht situata po monitorohet. Sipas Demnushit, në terren janë angazhuar mjetet e rënda me të cilat po punohet për rikthimin në funksion të rrugëve rurale, ndërkohë disa segmente po pastrohen dhe monitorohen nga kompanitë kontraktore mirëmbajtëse për të garantuar lëvizshmëri dhe siguri për banorët.